instruksion shumë sofistikuar, atëherë duhet të lexoni Kur'anin këtë fjalë madhore, që është nuzulan min Rabbir Rahim, zbritje prej Zotit mëshirues. Tashti kjo fjalë që dridh kodrat e malet e, kjo fjalë që depërton kudo miliarda njerëz që e studiojnë këtë fjalë, që është fjalë me peshë dhe fjalë madhore, e bëri të mundshme që na me ndryshu dhe e bëri kriminalin më të madh dhe më e boni besimtar që ai mu pendu dhe me lanë tëna gjërat e ndytave, me vazhdu një kapitull të re në historinë e jetës tij dhe me kuptu që në këtë botë nuk ka ardhur me bën krime, por ka ardhur me bën vepra të mira. Rasti i Kabilit me Habilin është rasti më ideal e më për me kuptue se çka është e vërteta dhe çka është e pavërteta. Dy djemtë e Ademit alayhis salam. Prandaj këto nimete dhe këto begati që Allah i ka lënë rrotull nesh, wa ma bikum bi ni'matin min Allah, pra gjitha këto nimete që Allah i ka lënë për rreth nesh, na prap do të më thonë elhamdulillah. Tash sot kjo smundja shepulli që po ballafaqohet gjithë bota. Imagjinoni oksigjeni çfarë vlerë ka. Sikur një sekond mundon oksigjeni njeriu çfarë do ndodhte. Kupton? Ky është nimet i Allahut, shumë pak njerëz janë të ja ditë vlerën oksigjenit. Dhe pse nuk janë të ja ditë vlerën? Sepse nëse çdo njeri në tokë e mbjell një pemë, nëse bota i ka 7 miliard njerëz, janë 7 miliard pemë. Imagjinoni. Na pse nuk e mbjellim një pemë? Çka na kushton me mbjell një pemë gjithë cilin në bashkët tona ose në borët tona? Pra, krejt që ato pemë i shërbejnë universit, i shërbejnë ozonosferës, që Zoti ka përmend në Kur'an pasha qiellin që kthen. Që qielli që kthen ta shkenca ka zbuluar që është shtresat e ozonit, që fatkeqësisht kanë filluar mu dëmtu si shkak i hidrokarburëve. Pra, që e ka dëmtu ky njeri këtë nimet të Allahut. Prandaj na nëse dona me përmirësu këto gjona që i kemi rrotull nesh, duhet me mbjell faren e mirë. Duhet me mbjell pemën, duhet me mbjell lulën, duhet me bën hizmet dhe shërbim në këtë botë, sepse Allahu ta ka dhënë këtë jetë që me bën vepra të mira.